e para duhet kuptojmë diçka që Trumpi është një nga produktet më ignorante të politikës amerikane. Është një person që ai ditë bëj pallate. Domethënë ai është sikur çfarë them unë ty, sikur të vësh Zamir Manen që bën pallate, ta bësh ministër të jashtëm në Shqipëri. Zamir është shumë djalë i mirë, ose më do menja mua që merr vesh nga politika. Dhe Trumpi domethënë është një njeri që vjen nga fusha e ndërtimit, është një playboy, është si me vën atë zogun e Tiranës, domethënë ta bësh president të Amerikës, është një person që vjen nga bota e alkoolit, e bixhozit, e tjerë. Dhe Trumpin në këtë qor sokak që është lufta me Iranin e futën. Domethënë Trumpi nuk donte që të hynte në luftë. Domethënë po shikoni, Trumpi është biznesmen. Trumpi biles edhe kur erdhi në pushtet në Amerikë, në zgjedhjet që u bën 2024, i premtoi publikut amerikan që I'll give an end to never ending wars. Do të jap fund luftrave që janë pafund. Populli amerikan Trumpin e votoi me shpresën që Amerika nuk do kishte më luftra. Ai biles kur bëri fushat në 2024, thoshte që nga lufta e Irakut deri më sot ne kemi shpenzuar $8 trilion. Borxhi amerikan është 27 trilion dollar dhe ai thoshte ore pse I bëm ne këto luftra, çfarë fituam ne? Dhe kjo luftë ku Trumpin e futën në kurth izraelitët, duke në një farë mënyre gënjur, sepse duke I thënë, shiko, sikur e rrëmbyem Maduron në Venezuelë dhe e morëm regjimin me Delcy Rodriguezin, të njëjtin gjë do të bëjmë edhe në Iran, por Irani shkret ndryshe dhe ai, domethënë, deklarata që I ka dhënë që një ditë thoshte do bëjmë paqe me Iranin, ditën tjetër thoshte jo do t'i hedh bombën nukleare Irani, një ditë thoshte Irani duhet hapi ngushticën e Hormuzit, ditën tjetër thoshte do kam bërë unë marrëveshje me Ayatollahin edhe do ta kontrolloj unë me Ayatollahin ngushticën e Hormuzit. Tregojnë problemet mendore dhe stresin që Trumpi ka kaluar në këto 40 ditë, nga që Trumpi përveç që është I kapur për fyti nga lobi izraelit, ai ka hallet edhe të mbijetesës së tij dhe duhet kuptojmë diçka që për 5 muaj, 6 muaj, sa I bie në nëntor, amerikanët do të kenë zgjedhjet për në Kongres dhe ajo që I ka bërë lufta me Iranin, Amerikës, por edhe botës, është një krizë globale dhe amerikanët kur vjen puna te votimi, ata nuk duan të dinë, po amerikanët votojnë me bark, me stomak. Domethënë, nëse nafta është e shtrenjtë, nëse ushqimet janë shtrejta, ata do votojnë për kundërshtarin tënd. Dhe Trumpi këtë ka frikë. Trumpi do që të fiksojë ekonominë amerikane, se nëse në zgjedhjet që vinë për Kongresin në nëntor republikanët humbin Kongresin, Trumpin do ta heqin nga puna që ka si president dhe do ta fusin në burg me sa armiq që ai ka bërë. Për këtë arsye Trumpi, domethënë, jep të gjithë këto deklarata kontradiktore, ka qenë dhe është në një maks shumë të madh, ka krijuar shumë negativitet dhe armiqësi përreth vetes, ka hyrë në konflikt me aleatët historik të Amerikës, janë Evropa, biles përpara 5 ditësh kërcënoi edhe Vatikanin pasi Papa denoncoi Trumpin për luftën në Iran, ku ai thriti përfaqësuesin e Papës në Washington, jo ai, domethënë zyrtarët e tij dhe kërcënuan edhe Kishën Katolike dhe Vatikanin. Dhe domethënë situata në Shtëpinë e Bardhë, në administratën e Trumpit në këto momente shumë kaotike, nga që ata I kuptuan që me Trump, me Iranin, Amerikës I ngeli sharra në gosht, nga që Irani nuk është një tigër prej letre të cilin mund të arrëzoje, sikur arriti që të arrëzoj Venezuelën. Sa e vërtet është telefonata që pretendohet se është zhvilluar midis J.D. Vance dhe Netanyahut, ku J.D. Vance është përplasur me Netanyahun duke thënë se ishit ju që na futët në këtë luftë duke bërë atë teje të lehtë. Të paktën kështu ka raportuar agjencia lajmeve Axios.
Telefonata duhet jetë shumë e vërtet, nga që duhet dim diçka që iranianët bisedimet me Vancin ishte supozuar që t'i nisnin që ditën e mërkurët kësaj jave, më pas bisedimet u shtyn për të premten, ku iranianët ja bën të qartë amerikanëve që ne nuk ulemi në tryezën e bisedimeve nëse juve nuk i tërhiqni litarin Netanyahu dhe ta nxirrni nga Libani. Netanyahu në të kundër jo vetëm që nuk u tërhoq, po sikur e pam neve në ditën e enjte dhe të premte bëri bombardime masive duke vrarë mbi 300 persona edhe masakruar me mijëra të tjerë. Dhe amerikanët në këto momente janë, domethënë armiku më i madh i Amerikës në këto momente, ta themi qeto, dhe administratës Trump, nuk është Irani, por është Netanyahu. Sepse Netanyahu është ai që shantazhon Trumpin. Netanyahu dhe lobi izraelit është që ai Trumpit po i sulmojnë personalisht edhe gruan, nëse i ke parë domethënë to botimet e ditëve të fundit në mediat amerikane që e detyruan edhe Melanie Trumpin që dilte edhe denonconte mediat, ku i nxorën Melanie sikur ajo ka qenë Jeffrey Epsteinit edhe ka qenë eskort që Jeffrey e përdorte derisa ja dha Trumpit. Domethënë Trumpin lobi zionist e sulmon personalisht, lobi zionist e futin luftë dhe ky lob nuk do të tërhiqet. Dhe amerikanët në këto momente janë shumë të dëshpëruar. Ata duan të arrijnë një marrëveshje me Iranin, që Iranin ta lejojnë që të shesi naftën, të lejojë që të shitet nafta dhe gazi arabëve, në mënyrë që çmimet e naftës të bien, në mënyrë që ekonomia amerikane të rregullohet, në mënyrë që këto vendet arabe që janë shkatruar nga lufta të marrin përsëri para, se duhet të kuptojmë diçka, ekonomia amerikane është në një krizë dhe në një rënje të llahtarshme. Dhe Trumpi, pasi mori pushtetin në vitin 2025, udhëtimi i parë që bëri ishte në vendet e gjirit, ku pak a shumë i vuri haraç arabëve. Shkoi në Arabi Saudite, shkoi në Dubai, shkoi dhe në Katar, ku i tha diktatorëve arab që do m'jepni para që unë t'ju mbaj në pushtet, t'ju ruaj nga Irani dhe me këto para të ngrej ekonominë e Amerikës. Dhe si shpërblim mori premtimin për investime nga Arabia Saudite, Katari, Emiratet Arabe, prej 4.5 trilion dollarësh. Këto lek duhet hidheshin në ekonominë amerikane për të hapur vende pune tjera tjerë. Por kjo luftë çfarë ka bërë? E para i ka prerë paran që do vihej dhe do investohej për ekonominë amerikane, se duhet kuptojmë që këto kompanitë amerikane që nga Lockheed Martin te Tesla e tjerë, këto nuk funksionojnë me lekët e këtyre kompanive. Këto janë piramida, si punë e piramidës së Sudës që kemi padur në Shqipëri në vitet 90, piramida që mbahen me lekët e monarkive të gjirit. E para. E dyta është që duke mbyllur kanalin e Hormuzit dhe duke detyruar botën që kur ta blej naftën, ta blej ose me rial iranian ose me yuan kinez, Irani po godet magjin amerikane e cila është dollari. Amerikanët ndryshe nga bota e cila prodhon gjëra, për shembull këto silapsin që kam unë e kanë prodhuar kinezët, mouse-in që kam unë e kanë prodhuar kinezët, çajin që po pijon këtu brenda e ka prodhuar për shembull Sri Lanka. Amerikanët nuk prodhojnë gjëra. E vetëm gjë që amerikanët prodhojnë ka të bëjë me marrëveshjen ndërmjet Arabi Saudite, mbretit Fahd dhe sekretarit shtetit Kissinger në 1974, kur amerikanët i imponuan Arabi Saudite që të shiste naftën me dollar, dhe që nga ajo kohë deri sot e kësaj dite, Amerika fuqinë e saj ekonomike nuk e ka te shitja e stilolapsave, sikur e ka Kina, por e ka te shitja e copave të letrës që ne i quajmë dollar. Amerikanët printojnë dollar në atë printerin e madh që ata quajnë Federal Reserve, dhe këto copa letra shesin gjithë botës. Në vende sikur Shqipëria, sikur Sri Lanka, sikur Tajlanda, sikur Gjermania, kur shkojnë në stoqet ndërkombëtare, në bursa për bler naftën e blejnë me dollar. Për shembull, nëse unë jam shefqet Kastrati, dua të blej një fuçi naftë që bën $100,
unë nëpërmjet Bankës së Shqipërisë do kontaktoj Federal Reserve-in amerikan, do t'i blej atij 100 copa letrash, që janë $100.